miq të Prizmës. Sot, jo vetëm që kisha dëshirë, po është një farë mënyre e obligume që të flasësh për dështimin në një 8 muajsh lodhje raskapitje të politikës në shtetin e ri të Kosovës. Një dështimi spektakolar, mentalitetit post-jugoslavist, jo vetëm të asaj që unë e konsideroj klik të Albin Kurtit, mendimit filozofik të tij, Dejona Mihalit edhe, po themi, Donika Gërvallës. Nuk është vetëm ky problemi, edhe shumë tjerëve atje, televizioneve që kanë portalet edhe marrëzis portaliste që shpreh një zemrim e një urrëtie patologjike për gjithçka e cila sigurisht ka të bëjë për vendin e tyre. Është një post-jugoslavizëm agresiv që shitet si sovranist në momentin që i bën keq vetes, që e shikon të keqen nga brenda dhe me mbrohet duke shitur sovranizëm që do të mbrojë nga jashtë. Duke bërë atë që konsiderohet pastaj narrativ irracionale të nacionalizmit, i cili i bën keq vetes edhe jo atij që është armiku shekullor, jo vetëm i Kosovës, por i kombit shqiptar. Që sillet keq me veten, duke mbajtur pushtete, duke i lakmuar dhe duke i transfiguruar si pushtete që dalin si një udhëheqës, si një dëshirë e madhe e kombit, por dhe shoqërisë kosovare, por që në të vërtetë pastaj shkapërdajnë shoqërinë, e përçajnë atë, e bëjnë armike. Atë që jo vetëm këto 8 muaj, po ka tash 3 vjet që e kanë ndarë, erdhën me parrulla të jashtëzakonshme për një bashkim kombëtar, për një imagjino Kurti donte të bënte edhe referendum edhe të bashkohesh me Shqipërinë. Po dim ne, vetëvendosja thoshte në pushtet. Dhe sigurisht pastaj që nuk e njohim flamurin e Kosovës, po njohim vetëm flamurin kuqezi, dhe që tani e kanë vështirë flamurin kuqezi pse ju duket i Shqipërisë, duke u rryer Shqipërinë sepse drejtohet nga Edi Rama sipas të gjithë marrëzis post-jugoslaviste dhe post-komuniste, po të modelit jugoslav. Marrëzia e fundit është sigurisht ky 8 muajsh. 8 muajsh që bëri 50-60 seanca për të nxjerrë një kryetar kuvendi i cili sigurisht kishte folur në mënyrën më të ndyrë të poshtë për UÇK-n edhe luftën e saj, duke i bërë ata vrasës dhe kanibal, dhe sigurisht duke i ngjarë dhe Kurtit, se Kurti vetë ashtu thot. Asgjë s'kan bërë serbët to që kanë bërë vetë shqiptarët krimet. Krimet e serbëve nuk janë asgjë para krimeve të shqiptarëve. Sidomos duke përmendur edhe shpinë e verdhë. Janë fjalët e tij, janë fjalët që kanë mbetur në histori. Dhe këto 8 muaj kjo ka qenë. 100 seanca për të nxjerrë një kryetar kuvendi të tillë. Dhe tash e fundit fare, dështimi i plot, sepse nuk janë numrat, 41%, domethënë që ti nuk mund të ndërtosh dot qeveri, dhe nuk nxjerr dot 61 deputet për të marrë qeverinë. Dhe duke komanduar, duke administruar një vend me një qeveri e cila është, po ta shohësh shu, në mënyrë kushtetuese jo legjitime. Vazhdon të administrojë Kosovën një qeveri që ka kryer mandati prej kohësh, dhe nuk është e zoja më, një maxhorancë e qartë, e saktë, të kryejë një qeveri tjetër. Atë maxhorancë që krijuan për një kryetar kuvendit edhe ai pa merituar, nuk mund ta kenë kurrë për qeverinë, sepse nuk funksionon as si filozofi politike në kushtet e kushtetutës së Kosovës, e cila nxjerr 10 nga grupet etnike të ndryshme, deputet, dhe 10 nga serbët. Sigurisht që shqiptarët janë detyruar që të merren vesh, por nuk ka se si të merren vesh kur ti i quan majmunat, i quan idiot të mënyrë të jashtëzakonshme, hajvanat, majmunat i quajun këta që i quhen hajvanat, dhe njëkohësisht sulmon me fjalët më të ndyra të mundshme në të gjitha portalet e paguara dhe të gjithë televizionet e paguara, jo thjesht kundërshtarin, po armikun, shpall armiq. Klika e Albin Kurtit edhe
Donika Gërvallës, lëvizjeve të vendose nëpërmjet Dejona Mijalit, shajnë gjysmën e Kosovës si shërptor të serbëve, shitur ke serbët, femnët i bëjnë shkina dhe këto shërptorët Vučićit edhe Serbijes, dhe sigurisht nga ana tjetër mund të ketë fjalë tjera që thoni ju jeni vetë ata që i bëni shërbim Serbisë. Pra del 100% e Kosovës në shërbim të Serbisë. Është një refleks i jashtëzakonshëm i viteve që qëndrojnë nën pushtim, po thuaj, ose nën sundim serb ose jugoslav, duke konsideruar jugoslavizmin gjën më të përkryer që kanë pasur në jetën e tyre, për ta kthyer në mënyrë sovraniste në kohën e sotme bile dhe kundra Shqipërisë. Duke dërguar njerëz për të thënë që është vendi më i keq i botës, vendi më gangster i botës, kuptohet, vendi më i korruptuar i botës, dhe që është Shqipëria dhe Edi Rama. Pastaj duke armiqësuar me populizmin e tyre që sigurisht ju jeni të Shërbisë, ju jeni në shërbim të Vučićit, dhe sigurisht duke bërë element të tillë të konfrontimi armiqësor me shpallje tradhtarësh dhe demonizimin përfundimtar, jo vetëm çështjes kombëtare, por edhe shtetit shqiptar. Çfarë nuk ndodh? Çfarë nuk ndodh në politikë, në rrafshin politik të një demencë të tillë post-jugoslaviste në Kosovën e sotme. Nuk ka qenë më keq se sa kurrë. Në çdo kohë, po ta marrësh, kurrë më parë nuk ka qenë më keq se sa kaq. Kanë qenë më të qartë, edhe kanë falur. Sot nuk durojnë jo vetëm Shqipërinë, nuk durojnë botën, nuk durojnë asgjë. Edhe sigurisht kanë për të bërë sovranistat e modelit serb edhe të bujkrobërisë serviane ose serbe, për të bërë pastaj edhe mbajtjen e pushtetit në sajt fjalëve të shumta. Dështuan në ngritjen e një qeverie dhe sigurisht po shkojnë drejt zgjedhjeve. Po shkojnë drejt zgjedhjeve sërish në mënyrë të paqartë, në mënyrë krejtësisht paqartë. Sepse pa diskutim kjo ndjenjë jashtëzakonshme e një sovranizmi post-jugoslavist që s'po e kuptojnë se sa e ndyrë është, që armiqson shqiptari me shqiptarin, që armiqson në mënyrë definitive, që e shpall kolaboracionist dhe shërptor ose mazisë shkjaun, ka për t'i bërë keq jo vetëm Kosovës, kombit, shtetit, për t'i bërë keq kauzës kombëtare. I vetëm moment që i bashkon edhe me vështirësi është momenti futbollistik. Ishte një moment i shkëlqyer i fitores së Shqipërisë në Serbi, pa aq zgjati vetëm 24 orë, pastaj filloi një urrëtie patologjike politike dhe një herë tjetër. Bilendenin timi ishin disa porosi që vinin nga konklavi i vogël i lëvizjes vetëvendose që shikoni lëreni këtë marrëzinë me flamurin shqiptar dhe me gëzimin ndaj Shqipërisë, po vazhdoni sulmet ndaj Shqipërisë reale, asaj të sotmes, duke e demonizuar sa të mundeni, më keq se sa i demonizon bie fjala këtu Sali Berisha dhe klika e tij, për ta sharë sepse kemi armik Edi Ramën, kuptohet. E sidomos mas asaj organizimit UÇK-s në Tiranë. Shajni, demonizojni, shkatërrojni me fjalët më të vështira që ju vijnë, po më e vështira e tyre është me thënë shkia. Domethënë thënë serb, në shërbim të serbëve, në shërbim të Vučićit, Radojčićit, ku diun se ç'përmendin, element tillë, me të bëu ty në shërbim të serbëve. Normalisht presin pastaj edhe respekt. Qëllimi kryesor është të heqin raportin me Shqipërinë, të heqin nacionalitetin, të bëjnë kombin e ri, kosovar o shqiptar ose hiç kosovar, hiç shqiptar, po diun Dardan, të prishin të gjithë linjën antike deri në mesjet dhe pastaj ardhen në kohën moderne të konformimit arbërisë dhe shqiptarëve në përgjithësi. Ti ndajnë ato, ti përcaktojnë ato. Kosova është diçka sanduiç midis Kosovës, midis Serbisë dhe Shqipërisë, dhe të dy palët i ka armiq. Domethënë ideja kryesore post-jugoslaviste është se kemi armiq si serbët, si shqiptarët. Dhe duhet luftojmë njëkohësisht në dy krahët, bile më shumë këta shqiptarët, se flasin dhe gjuhën që flasim edhe ne. Edhe këtu është edhe esenca.
Sigurisht nuk janë të gjithë kështu, është një pjesë e madhe, por një pjesë mësën e konglomeratit militantesk vjen mbrapa. Duke dashje pa dashje duke u rryer Shqipërinë. Njëri urrente kaq shumë sa thotë Tirana është e sotme se 97-s. Është një Tiranë e pa edukat, thotë pa s'dit klasi, s'din të shkruajnë, s'dit të ecin, s'dit të hanë, s'din të bëjnë, është një mbrapamete e jashtëzakonshme. Edhe thotë këtë në mënyrë. Motra jeme thotë shqiptari i Kosovës, thotë këtë. Ju nuk di se ku jetoni, çfarë qelpsine është Tirana, thotë edhe çfarë mënyrë drejt për drejt. Dhe nuk është vetëm ai, po janë shumë si puna e tij që ngarkohen për të thënë gjëra të tilla. Sepse e din mirëboll që ajo ngjall urrëtie pastaj të shqiptarët e Shqipërisë. Pavarësisht se janë më kozmopolit, më tolerant, më njerëz që sigurisht nuk i vejnë re, po ata që e vejnë re, mëse ne zëmërohen edhe digjon kur nuk bashkohemi me ju, që jeni ju, më ju keni mazise. Edhe nëse fillon armiqësia, jashtëzakonshme kuptohet. Dhe më tepër se këtë filozofi kurtiane i është besuar Dejon Amialit. Ajo është në thelb anti-shqiptare dhe anti-dietëse. Nuk është shqiptare, normalisht. Është thjesht në shërbim të qarqeve të cilët në njëra anë kërkojnë Shqipërinë deri në Elbasan për Greqinë, në anën tjetër dojnë Shqipërinë deri në Elbasan nga Serbia dhe Malizi. Kështu funksionon. Në shërbim të tyre është një element i tillë, i cili për mua nuk ka nevojë të jetë tradhtar, është patrioti i vendit vet. Unë nuk e shpall Dejona Mihalin tradhtare të Shqipërisë. Ajo është patriote e Greqisë. Çfarë lidhje ka me tradhtar? Nuk e shpalli tradhtar fare. Nuk ka tradhtar për mua. Ka patriot vendeve respektive. Kuptoni? Është dallim i madh. Nuk kam nevojë ta shpall Dejona Mihalin tradhtare, as në Serbinë as për Grekun. Ajo është patriote e vendit saj, edhe vendi saj dikush është Greqia. Dakor? Në Greqi ekziston ky mendim. Deri në Elbasan është jona, është voli e piri. Se ta mohojmë, kështu është, vazhdon sot e kësaj dite. A ka rëndësi? Sigurisht ka më pak rëndësi, por si mentalitet i tillë është. Ky konglomerat i lidhur kështu në mënyrë të tillë në Kosovë është në keqje të madhe të shtetit, të ri të Kosovës, është në të keqje të madhe të kombit. Është një keqje e madhe e cila imponohet nga politika. Imponohet nga politika kur edhe gënjehet në mënyrë të jashtëzakonshme, kur thuhet jam më i pastër dhe je më i korruptuari, kur nuk shkon në prokurori edhe pse je i korruptuar me ke akuza precize, kur shites si më i pakorruptuari dhe je i korruptuar edhe ti njësoj si ata që kanë ranga pushteti. Kur sigurisht shpall vëllezërit e tuaj më keq se sa serbët dhe i bën vëllezërit e tuaj shërtor të serbëve, gjysmën e Kosovës, sepse gjysmën e më tepër e Kosova ka përqindje me kundërshtarët politik të Albin Kurtit. Ai është 41%, këto janë rreth 46%. Pavarësisht a bashkohen apo nuk bashkohen, edhe janë zot bashkohen apo mund mos bashkohen. Qëndësi ka, janë njësoj sa ai është gjysma e popullsisë. Kur të gjithë ta shpallen hajvanat edhe në shërbim të Serbisë, çfarë mund të thuash? Edhe ajo gjysmë sigurisht kënaqet me kaq, edhe ajo shpall. Pikërisht atë gjysmë nga kanë ardhur këto sharje si në shërbim. Dëgjova fjalimin për shembull të komandant Haradinajt. Ramushin nuk e duan Kosovë një pjesë, nuk e di, e interpretojnë në mënyrat nga më të çuditshme. Por ati nuk i ra fjalë në tokë. Dhe unë prandaj po e jap në mënyrë integrale për të kuptuar sepse Albin Kurti nuk është se do as kombashte. Do vetëm sundimin e vetë dhe të klikës të post-jugoslaviste, nacional majtiste, ultra majtiste përse përken filozofisë, gati nacional majtiste si fashizëm, dhe me dukje sikur janë më të pakorruptueshmit e botës, kur janë të korruptuar, kanë një skandale të vetët. Skandale për energjinë, skandale për shërbimet, skandale për rezervat, skandale nga më të ndryshme që ju kanë plasur edhe sigurisht kanë për t'i plasur vazhdimisht. Plus mungesa pa qeverisjes e zvarritja e demokracisë për 8 muaj rresht. Ai e din që s'kan as program asgjë, dhe sigurisht e din që janë një agjendë në shërbim të agjendës hibride, të sulmit hibrid që ka Kosova.
Dhe normalisht Ramush i bie pikën mi, se thot sepse jo vetëm që jeni krijimi i kësaj agjende, dhe i shërbeni kësaj agjende, një sulm hibrid, sepse sigurisht doni pushtetin. Dhe pushtetin mbahet duke bërtitur shumë për një nacionalizëm i cili në të vërtetë është antidemokraci dhe anti-liri për Kosovë. Po e mbyll me këtë, sigurisht, me fjalën e tij. Dhe ç'të them më tepër, kaq është. Kaq është edhe kaq do të jetë deri tani. Më vonë çfarë do të ndodhin, nuk e di. Mase do bëhen zgjedhje, mase mund të ketë një zgjuarsi më tepër për të lëvizur balancat. Po nuk lëvizi balanca, po mbajti kaq përqindje vetëvendosja, Kosova ka për të zvarritur jo me 8 muaj, po me vite, dhe në agjendën e saj do ketë vetëm shkatërrim, si me botën perëndimore, ashtu dhe me Shqipërinë. Ti je produkti i luftës hibride të armiqve tonë, pra ty të kanë kriju, ti ke ushqyer këtë luftë hibride në këtë vend, në vazhdimsi, ti ke punu sistematikisht me diskreditu çdo vlerë të vendi, e pam që është një lloj shfaqësimi për gjendjen e vendit, për problemet që ka vendi, kuptohet ka mujtë mu shfaqësu edhe i grim ma shumë, me shpjegu pak edhe pse jemi në sanksione, pse na është ndalu dialogu strategjik, pse çmimi i energjisë është rrit kaq shumë, e kem probleme në prodhim. Kjo listë ka mujtë me qenë gjatë. Tani edhe ne, si aleancë, nuk dëshirojmë, pra nuk e shohim të rrugës të rendit, që të debatuojmë për një program qeverisës, të një qeverie në ardhe, sepse nuk në dha. Nuk kemi asnjë material me shkrim të ndonjë programeve qeverisës për vitet që vijnë, që është praktikë e zakonshme, pa shihet që deputeti që u paraqit në emër të shumicës nuk ka program qeverisës fare. Ma viti pak kjo arsyeja pse e çeke luftën hibride sot. Pas kaq vitesh ti në këtë foltore, për mendimin tim i nderuar, ti je produkti i luftës hibride të armiqve tonë, pra ty të kanë kriju, ti ke ushqyer këtë luftë hibride në këtë vend, në vazhdimsi, ti ke punu sistematikisht me diskreditu çdo vlerë të vendi, disa për cilëve dhe i vunë pasojat sot e drejtësisë ndërkombëtare, disa më herët, dhe si i tillë një ditë, po, është e vërtet, lufta hibride e han ato, i cili e ka ushqyer atë luftë, e tash ka ardhur radha.